Të lutem, e di janë kushte terreni, po lidhu pak të lutem me Ledi, të keqen. Hajde. Direkt. Hajde. Jemi në kushte terreni, sa më pëlqeu kjo është tamam ushtarake kjo, jemi në kushte terreni, është perl kjo ai. Ishte Tiglapaj në celular zonja Zotrin. Ndërkohë, Ledi o plasin që këto pamjet, edhe plas edhe atë titullin e Tiglapajt në ekran. E do e muzik po, plaset fabule e parë në ekran. Ju keni marrë vesh të, Sebastian përfilloj nga ty, e keni marrë vesh të që e ka thënë Tiku në fakt lart e poshtë, po tani unë do e pyes me detaje, këtë që i ka propozuar Ramsi post në qeveri, në momentin që para se të vendosej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, para se të vendosej, pra ke parasysh që ai po të pranonte, do ishte deputet. Ai tha jo, nuk e mori postin. Ndërkohë që tradhtari i tij, njeriu që ja futi, që sot s'do e përmendi me emër për arsye teknike që ju i kuptoni, ai sot u zgjodh në atë postin e lartë. Dje apo sot? Dje. Dje u votua? Okej, dje. Në postin e lartë që të gjithë e dinë. Po ne s'do përmendim me emër sepse do të marrim masa për çdo lloj se do shihni titullin, pastaj do e kuptoni. Adriatikat kemi atë kam në linjë? Jo, mos e kam në linjë. Jo, në linjë. Jam në sekonda që. Okej, dakord. Si që them, ka pasur përplasje sot me policinë, ndërkohë sa të vi duke pritur Adriatik Lapaj në Sebastian, ti e di këtë postin që ka propozuar Ramsi 4? Se çfarë posti tamam nuk e di, por... Unë di t'i shka, po sa të vi Tiku do ja them. Adriatiku ka thënë ka qenë post i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm, zgjodhi që bëj betejën e vetë politike. I tha jo. Ti ri përballë. Dhe e bukur, e diru ka ndodhur. Mora vesh nga burimet e mia tani. Tiku do na i pohoj, o do na i përgjigjëstroj këto gjëra. Ka ndodhur fiks 2 ditë, Flogert, Marsit, 2 ditë para se të ndante KQZ-ja vendimin. Mbani mend, kush do hynte? Po. Në ato 2 ditë i kanë ardhur emisar Adriatikut, se s'është vetë Ramsi që ka marrë në telefon, jo. I ka çu Arianin për shkak ose Flogertin, ose ja ku është. Adriatik mirë mbrëma. Përshëndetje. Kënaqësi që të kemi prapë Adriatik në lidhje direkte, në duplex, si themi ne frankofonët. Lapaj, para se të më tregur sot ngjarjen, ke pas prapë kështu përplasje me policinë. Para se të tregosh Adriatik, nga mbetur në mendje ajo që ke deklaruar 2-3 ditë më parë në mediat e tjera, thash vetë ta pyes Tiku. Nga informacionet e mia Adriatik, dhe të lutem sot do mundohesh të jesh sa më i sinqert me mua dhe pastaj do flasim disa minuta edhe me kolegët e mi në studio. Do donim të gjithë të dinim pak më shumë detaje Adriatik, të lutem. Më dëgjon? Për çfarë? Lidhur me postin. Ledio, e kam Adriatikun apo jo? Po, lidhur me postin. Lidhur me postin që të ka propozuar Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, shkurt Ramsi 4, si i themi ne këtu, ka propozuar diku në korrik disa ditë ose 2 ditë para se KQZ-ja të merrte vendim për ty. Kush do ishte në parlament, do ishe ti apo tani të lutem, mund na i thua çfarë postit ka propozuar, çfarë postesh ka propozuar ty si Adriatik Lapaj? Po, kanë qenë dy momente. Çfarë zëni ne të lutem? Momenti i parë ka qenë në fund të muajit qershor. Po. Dhe unë e kam refuzuar dhe momenti i dytë ka qenë javën e dytë të muajit korrik. Që sigurisht sërish në emër të ekipit Televizionit Shqipëria bëhet, kam refuzuar. Personat që kanë ardhur gjithmonë ka qenë qasja për zëvendës kryeministri i vendit dhe 2 ministri ndër të cilat Ministria e Bujqësisë. Pra një sekond, të ka propozuar zëvendës kryeministrin, pra në vend të do ishte për shembull sot Tiku po pranon, do ishte në vend të Belinda Ballukut apo jo normalisht. Dhe të ka propozuar Ministrinë e Bujqësisë dhe një ministri tjetër apo jo? Thua ti. Po. Dhe ky propozim mund të ma thuash që se të mbahet mend në ç'datë datë është bërë? Kam idenë i pari ka qenë diku në 30 qershor, po mund ta verifikoj nga telefoni datën e saktë te janë mesazhet, po. Po i dyti? I dyti ka qenë javën e dytë të muajit korrik. Dhe tek i dyti të ka ardhur konkretisht propozimi për zëvendës kryeministër dhe për 2 ministri? Jo, te i pari. Po i dyti çfarë? Pastaj i dyti ka qenë një
përpjekje e dytë për të më çuar në një por gjithmonë kam thënë. Bukur. Flogert, ke pyetje për Adriatikun lidhur me këtë gjë? Jo në përgjithësi, lidhur me këtë gjë. Ke pyetje? Adriatiku është njeriu që e ka deklaruar këtë gjë. Sot unë desha më shumë detaje. Dhe Adriatiku sigurisht po thot ato që mund të thot ose që nëse nuk ka gjë tjetër. E kam një pyetje. Jepi. Adriatik, përgëzime për qendresën, turoj shëndet. Pyetja ime është kjo. Kur e sheh veten me aq pak njerëz. Jo, prit, Flogert, lutem. Pyetje për atë pra e kam. Jo, pyetje për këtë më propozimin e... Po për propozimin pra. Kur e sheh veten me aq pak njerëz në bulevard, a i bie pishmani që nuk i the po propozimeve të kryeministrit? Përgjigje Adriatik Lapaj. Faleminderit. Asnjë në botë 100 herë të kthesha pas, 100 herë do thosha jo. Për një arsye shumë thjesht, sepse unë hyra në politikë si njeri antisistem dhe si njeri në opozit me Edi Ramën dhe në asnjë rast nuk do të shkoja në qeveri me të, sepse përpara politikës kam dignitetin e babait në familjes time që më ka rritur, nuk ka shans të ndodhë për kundërta. Edhe pse këto muaj ka marrë kostot pa merituara, koha i çon të gjitha në vend dhe koha po mirë të drejtë dhe koha po e zbulon të vërtetën e madhe dhe faktet të tjera do dalin që do e zbulojnë të vërtetën e qendresës së ekipit ton që ka qëndruar përballë tundimit, joshjes edhe presionit në fund. Por nuk jam me pak njerëz, tek e gabim. Ende nuk janë thirrë strukturat e lëvizjes Shqipëria bëhet në aksion zotri. Kam dalë vetë dhe këtu po angazhojnë njerëz që vinë me vullnet dhe dita ditës në orën 5 po rritet numri. Jesh i bind ti që nuk kemi vepruar si parti politike deri tani. Okej. Qartë. Marsit Gubi, që se ke pyetje për Adriatik Lapajn. Në radhë pare përgëzoj për iniciativën edhe më jep edhe kështu një atmosferë gëzimi ose feste, sepse me ato dritat nga pasi kujtonat filmin I vetëm në shtëpi, Home Alone, nëse të kujtohet me Kevin. Jo, Pak më lart zërin se nuk dëgjohet se kalon shumë makina. Ço është zëri Ledio se nuk dëgjon mirë Adriatikut, lutem atje. Ço është zërin e Marsitit. Po Marsit edhe një herë. Po, dakor, kjo ishte... Po, Tiku, pyetja ime është e thjeshtë dhe drejt për drejt. Dakor, ti refuzove këto pozicione dhe këtë lloj aleance. Nuk është pak, zëvendës kryeminist. Po pra, çfarë fitove duke I lënë këto pas? Mund të më thuash se gjithmonë njeriu le diçka për të fituar diçka më shumë, sidomos në politikë. Pra gjithmonë peshohen atë që le, sepse pretendon diçka tjetër. Po. Çfarë mendon që fitove duke I lënë këto propozime? Lapaj, përgjigje. Qetësinë e shpirtit tim, që kur shtrihem në darkë për gjumë, nuk kam pishmëne që kam prerë në besë asnjë prej atyre që na votuan, dhe nuk kam prerë në besë parimet me të cilat më rriti nëna dhe babai, ka që thjeshësh. Po mund na bënte vjet nuk harron. O Adriatik, po mund na ish bashkëpunëtori lidhet me këtë. Ka pretenduar që e ke prerë në besë për shkak të mosbajtjes të fjalës që do ishe ti nuk do ishe deputetin, nëse do ishte një. Mendon që edhe kjo është pjesë e qetësisë së shpirtit tënd? Jo, nuk është e vërtet. Edhe kjo, po nga I kam lënë kohë këtyre gjërave, sepse tashmë gjërat më të qeta dhe unë mund t'i shpjegoj dhe t'i bind njerëzit me fakte, kjo nuk është e vërtet dhe unë po ta marr me radhë. Të pari, deklarata ime ka qenë, nëse do të merret një mandat, ai nuk do të jem unë që do të shkoj në parlament, po do të jetë gruaja më e votuar e partisë tonë. Dhe kjo deklaratë është bërë në muajin dhjetor të vitit 2024, para se të hyja në koalicion me Nismë Thurje. E vërtet është. Në momentin që kam hyrë në koalicion me Nismë Thurje, unë I kam kërkuar, dhe është marrë një mandat, I kam kërkuar zotrit dhe nëse ke dyshime, mund ta çoj tani Arianit me screenshot. Nuk kam dyshime. Po me... Nuk kam dyshime. Jo, është e vërtet kjo, është e vërtet. I kam kërkuar zotris të vinte, ka qenë dhe Panajot Soko dhe I kam kërkuar të dyve të vinin, të jepnin dorëheqje dhe mandatit kalonte te gruaja më e votuar e lëvizjes Shqipëria bëhet zonja, avokatja Greta Ambeli. Panajot Soko ka pranuar dhe unë nuk ditë gënjej. Panajot Soko ka pranuar dhe ka thënë po, ndërkohë Endri Shabani më është përgjigjur. Fjalën që do t'jap dorëheqjen, po more një mandat e ke dhënë ti jo unë. Pyqe momenti që unë kam hezituar ta kryej këtë veprim sepse më duhet pyesja kryesin, kam shkuar kam pyet kryesin
kryesia ka votuar dhe me 100% të votave të veta ka vendosur në mënyrë kategorike nuk do e kalosh mandatin në një parti tjetër, sepse ti nuk mund t'i kalosh një parti tjetër mandatin e partisë që ne kemi punuar. Qartë. Qëndur në këto kushte, unë jam munduar të bind dhe të negocioj tërkohës me zotrin, dhe unë po të them, nuk mund të kaloja në një parti tjetër një mandat që nuk i takon dhe asaj parti tjetër, dhe kur mua më kanë ardhur propozimit për të bërë pjesë e qeverisë, aty kam kuptuar që nëse mandatin do ta kaloja te zotria, ai do të shkonte dhe do të bënte 84 numra me Edi Ramën, dhe ju pastaj dhe gjithë populli me të drejtë do të më kërkonte llogari duke më thënë, Adriatik shite mandatin, nuk shkove vetë në qeveri drejt për drejt, se nuk dohet humbisje fytyrën, por e shite indirekt dhe more parat. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse kam refuzuar dhe gjithkohës deri në moment fundit kam kërkuar kalimin te më e votuar e partisë tonë. Kjo është e vërteta e madhe dhe për këtë është dëshmitar çdo antar i kryesisë tonë dhe është dëshmitar i madh i Zot. E qartë. Vetëm ki parasysh komenti fundit që pushteti nuk të lejon të kesh qetësi shpirtërore. Do jesh gjithkohës në trazim, nëse e kërkon. Urdhë? Pushteti, ki parasysh vetëm një koment, për shkak se the fitova qetësinë e shpirtit. Pushteti nuk të lejon qetësi shpirtërore. Do jesh gjithkohës i trazuar. Deri në momentin që e kërkon. Shiko, unë refuzoj, kjo është çështje konceptuale. Mund ta kem gabim totalisht. Po do qetësi shpirtërore shkon kish. Mos kërko pushtet. Unë refuzoj që të bëhem si këta për cilët kanë folë se nuk duhet të bëhem. E për këtë arsye jam i gatshëm për çdo sakrificë, edhe me koston që të dal nga politika, nuk e kam problem, por të dal mbi parime mbi të cilat unë luftova. Mund të them në fund nuk ja dola, mund të them dorëzohem se u lodha, por nuk mund të iki duke trahtuar parimet me cilat hyra. Ka që thjesht. Qartë. Falenderoj. Të falenderoj ndërkallje. Po, diçka kishe për ndërkallje, po s'na shumë që parë. Po, jo. Edhe unë po ja marr sebit pa kohën, por jo, Adriatik, si përgjigjesh një qytetari i cili thot Adriatik më dukesh egoist, do patjetër pushtetin të gjithin për vete, sepse pate një rast fantastik për dhënë një kontribut që punët në 2 ministri dhe në kryeministri të shkonin më mirë duke qenë aty, dhe ti e refuzove vetëm sepse ti kërkon ti jesh i pari. Pra, këtë egoizmin tënd që mund ta perceptojnë disa, si do ju përgjigjeshe? Si do i përgjigjeshe një njeriu që thot pse nuk na dhej mundësitë e ministria X apo Y? Si përgjigjesh dikujt që thot pse Adriatik nuk shkova aty së vend kryeministër ta kapje gafile Edi Ramën dhe t'ju thoje shqiptarëve ky do të bëj këtë, ky do të bëj këtë, pra pse nuk bëre një shërbes, po bëre një tërheqje? Po Loger. Po pse ti mendon se ministrat dhe zëvendës kryeministri kanë ndonjë vlerë në atë qeveri? Ky shtet drejtohet. Shkoje ta verifikoje dhe ta demaskoje. Ai quhet, ja ta them unë. Ai quhet Edi Rama dhe ai është kryeministër, zëvendës kryeministër, ministri i jashtëm, kryetar parlamenti. Po patjetër. Ai është çdo gjë më zotëri, sepse është ndërtuar një sistem i tillë. Dhe i mat më ka thënë gjithmonë në jetë. Po flejde me pula do çesh me pleshta. Po përzjeve me ata që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje, do apo s'do rrugës do bësh pal, do firmosësh gjakundi e nesër nuk pas ka patur besim tek vetja, domethënë. Po të shkon. Jo, po ky sistemi thot pra të bësh. Okej, për te i batut. Sebastian. Jo, një sekond Logert, të lutem. Ne nuk do shkonim të vetëm, se shkon me një ekip, do fusje ministra, do fusje drejtor, do fusje zëvendës drejtor, patjetër. Dhe ti nuk mund të kontrollosh pasaj një gjë brenda një gjëje, sepse nuk je autoriteti që e kontrollon. Atëherë pse i binin qafë Edi Ramës dhe ai ka futur këta dhe nuk e di ai ç'bën prapa shpinës. Pra po i jep drejt Ramës në një farë mënyre. Që ku di unë ç'kumbull dhe shmoll han ata. Jo, nuk është ashtu. Po ta shpjegoj edhe një herë. Nuk është ashtu sepse nëse ne do ta bënim atë gjë, e gjithë struktura e futur aty brenda, nuk mund të performonte e lirë për shkak se ajo strukturë drejtoj nga një koncept tjetër. Ne nuk mund të marrim mbi supe gjithë mëkatet dhe gjithë shka këshim përgatitur. Nejte, kjo është tjetër gjë. Ajo që po të them është, ne në politikë kemi hyrë për të tjellë kontributet cilësore, qoftë dhe duke rezistuar. Qoftë dhe duke rezistuar, qoftë dhe duke treguar që po, ne themi jo. Kemi guximin të themi jo. E di
e gjithçka rëndësie ka që një sistem si ky, të guzosh thuash jo, ka kosto mo, cilat janë kostot? Tratohesh, detyrohesh, përbauhesh me gjithë baltën e analizave lart e poshtë të një sistemi që e ka kapur kjo qeveri, paguan analistë lart e poshtë, paguan media, që të bën të zi edhe pse je i bardh. Ka kosto mo, sepse merr kosto shpirtërore, sepse të duhet të përbauosh baltë e cila nuk të takon, sepse të duhet të shikosh që njerëz që nuk meritojnë asnjë gjë promovojnë. E dini ju pse e kanë bërë avokat populli atë, dje atë zotrin? Nese, një lider nuk duhet ketë mlef, Adriatik, mund t'ja kursesh vetës këtë. Dil, te kaloje këtë. Gjiç Merimangën e bën avokat populli, sepse Edi Rama do t'i japi mesazh çdo triu që nëse do karrierë, duhet të përkulesh, duhet servi loshtesh dhe duhet lëpijesh te Edi Rama. Ka aplikuar dhe një kandidat tjetër i zotit Lapaj për avokat popull. Gjiç Merimangën, dëgjoj këtu tani, lutem se dëgjova. Gjiç Merimangën e bën avokat populli, personazh portokallie. Për t'i treguar çdo qytetarit të kësaj republike. O Ariando, më dëgjosh apo? Ty po dëgjoj Atiku. Nuk kupton kush është Gjiç Merimanga, se nuk kishte mbaruar në Oxford Gjiç Merimanga. Është ai që Merimanga. bë avokat populli zotri, sepse lvizten për Shqipëri me një Merimang që i priste këmbët. Gjiç Merimanga. Gjigja, ishte perlo për pëlqeu shumë. Gjigja nuk e kap Atiku, më fal. Ishte shumë e bukur. Se më ikë duart nga i ftoti. Gjiç Merimanga u bë avokat populli edhe për t'i treguar, çdo njeriu në këtë vend që të rinjt kanë një pazar, që nuk ja vlen të mbështesë brezin e ri, se dhe këta shiten e blien, se dhe këta trajtojnë. Dhe për këtë arsye, unë e kam krenari që sot jam në këtë shesh, lënë 3-4 gradë Celsius, për t'i dëshmuar çdo të riu, se jo të gjithë bëjnë pazar, se jo të gjithë shkojnë e pranojnë sultanetet e pushtetit më të korruptuar të Europës, i cili ngrihet me një shkëlqim që mbahet me parat e vjedhura të ilaçeve të fëmijëve të munguar të këtij vendi. Moralitetin e ka top Tiku, nuk e që i thua fare. Duket her pas here sikur po merr hak ndaj vetes që s'ka pranuar dhe ka shkuar t'i marrë hak vetes duke qëndruar në të ftohtë. Ja, nuk besoj. Unë për vete nuk besoj. O kjo gjerë, dëgjoj. Ishte batut, Adriatik, ishte batut. E marrë vesh më e marrë, po se kur të flas ty, flas qytetarëve mo, se tash mund t'im dhe kafe jashtë. Edhe ti kur më flet mua, flet qytetarëve. Adriatik, ka Sebastiani një pyetje. Zotri, unë kam qenë 3 herë kryeministër në zyrën time, mos zotri. Kam qenë një djalë, edhe jam, ose mund të kthem profesion full time edhe e rikuperoj me njerë. Që nuk kam pas nevojë të kisha punë shteti, se rrogën që merja unë nuk e merja kur në shtet. Nuk e di në më kupton. Qo, qartë. Je i qartë me qartë. Sebastiani një pyetje Tiku. Askush nuk shkon për rrogën aty. Një sekundë, tani, se u zgjatëm shumë. Sebastian, një pyetje për Adriatikun dhe ta mbyllim. Po, Adriatik, po ç'të keq që ka oferta politike në këtë mes. Se dakord, po e kuptojmë të gjithë këtë etj. Po ç'të keq që ka. Kanalet politike gjithmonë kësaj funksionojnë. Kudo. Dhe e dyta, unë thash gjë. Dhe dakord, për bisedë po e shtroj, dhe e dyta, mos ndoshta të bën jo të besueshëm për kanalet politike fakti që nxjerr oferta të këtilla në publik. Sepse politika ka rregullat e saj dhe ju i dini shumë më mirë se mua, pasi ju aktivizoheni gjerësisht dhe jeni personazh i rëndësishëm i politikës tashmë. Ta ti thua më nuk dora emra, se më tregonte, më mos e thoshte. Ja një sekond. Unë e kam mbajtur gjithë këto muaj. Unë nuk thash emra, sepse do dalë ndonjë do të thotë, po s'na the emra, kështu që s'është e vërtet. Dakord, nuk ka problem, mos e besoni. Më vin mesazhe mua, pse s'na thotë emrat, kush e ka kontaktuar Adriatiku, më thon. Sepse pikërisht është ajo etika në komunikim që thotë zonja që në këto nivele duhet ruajtur gjithsesi. Sepse unë në fund ditës për çdo kënd që më sheh, duhet të jem një partner i besueshëm, një njeri me të cilin mund të komunikosh dhe nuk të nxjerr në pazar aty poshtë lidhje me negociata të tilla. Unë thash fenomenin, unë nuk përmenda emra. Unë nuk thash me erdhi filani. E vërtetë. Unë thash ka ndodhur kjo gjë. Kaq. Jo, dhe jo, në rastin konkret, Tiku, Adriatik Lapa... Kjo ul besueshmërinë ama? Jo, nuk e ul. E di pse? Jo, shpegon, jo. Shpegon shumë gjëra kjo i tha Adriatiku. Dhe s'do të vazhdojmë debatin se për çështje kohe. Një shpegon se ç'a ndodhi dhe si u përdor Shap Diarea për të arritur këtu ku është. Pra Tiku sot do ishte në parlament. Dakor? Do ishte në parlament Adriatiku.
por nuk ishte në parlament, jo për një arsye të një zënke të thjesht me Shap Diaren, jo. Sepse Shap Diareja ndërkohë ishte në linjë, ishte në lojë me pushtetin. Pra, sikur... Ose me doktorin, ose me të dy. Nuk besoj, me pushtetin, se doktorin nuk ka që jetë fare. Firmat. Arian, të të me një fakt. Jo, më thashtë, të mbaroja unë si këshu përnej, se mirë hajtë. Jo, thjeshtë të do thoshe që pse është e rëndësishme kjo që zbuloj Tiku tani pas kaq muajsh, që tha Lapaj. Pikërisht për të kuptuar se çfarë ndodh underground, pra, lojrat dhe intrigat që janë pjesa politikës normalisht, nuk po i paragjykojmë. Pjesë e pandashme. Po unë tani për shumë edhe shoh Adriatikun me sy tjetër. Pra, në qoftë unë marr vesh, se tani kam provën, Shap Diarea ushit. Njeriu që bënte, do flasim për këtë, njeriu që i bënte luftë të dyja partive, ti e mban më apo Establishmentit vjetër. Jo, nuk ka bërë luftë, i ka quar në Spag dhe në Burg. Bravo, më keq akoma. Sot doli dhe i falenderoj. Falenderoj, tha, Partinë Socialiste, falenderoj dhe PD-n, tha, më pak PD-n, tha, se nuk kuptoj pse autorogjën, tha. Foli si institucion tani, jo si person. Pra, sot për moralitetin publik po flas, jo moralin e politikës, moralitetin publik atë njeriu është zero. Dhe prandaj sot deklarata e Adriatikut merr vlerë. Sikur mos kishim këtë ngjarje, do thoshim o Adriatik, po pse sa i them herë ato burr? Ne sot po e kuptojmë që kur ka patur sukses morali këtu që Jo, moraliteti publik, është tjetër gjë, nuk po lidhem politikun, jo. Sot njerëzit që shohin Adriatikun atje dhe s'po i bëj avokatin tani, po ca gjëra duhet t'ia themi vëlla. Adriatiku është në rrugë, s'ke. Momenti që ne pam sot vëlla, mbretin Lakuriq, pra pam anën e errët të farsës, na u zbulua, le côté obscur de la farce. Dakor? Ne sot e kuptojmë se Adriatiku është ku është vëlla. Ose Adriatiku ka kërkuar më shumë që është ofruar dhe s'ka rënë dakord. S'mund të kërkojmë më shumë që është ofruar sepse duhet gjejmë dhe palën tjetër. Pala tjetër s'po fles, po e mohon. Do dali. Po jepi Adriatik. Në datën 16 korrik, të ta them me datë fikse, ka qenë komunikimi i fundit që mua më është bërë shantazh, do e quaja, indirekt, për atë mandat. Çfarë do bësh, andej apo këtej? Na urdhë. Dhe unë prap kam refuzuar. Na urdhë. Ta denoncojnë prokurori, more. Që është bërë shantazh. Prit. Po është politike, mon është. Është politike, nuk është tha shantazh prandaj. Mos në depre, mos në bivendosë se jemi në dy plek. Jo, ta mbaroj. Do vish, do pranosh këtej atë vazhdoj me Shapin. Kaq, kjo ka qenë çështja. Na urdhë tani. Më kaq më thjesht se kaq nuk e thosh. Do vish tej apo vazhdoj me Shapin? Është e njërës palë, prap kjo. Ore Arian, Është vërtet Arian, Adriatiku. të them diçka, Arian. E vërtet e Adriatiku. Arian. Po duhet të dëgjojmë palën tjetër, pala tjetër nuk po e përgjigjesh. Arian. Jepi Lapaj. Si mendoni ju, o Arian, Po jepi. për çfarë arsye duhet ta bënin avokat popullit atë zotrin? Si mendoni ju, shkuante ai dhe trokitën te dera aty, pa trokitur njerë te dera ime që isha drejtuesi dhe kisha marrë 54.000 vota? Si thua? Dhe duke njohur Ramsin 4, siç e kam njohur unë dhe disa të tjerë, Ai kërkoi të bëjmë. është fiksa imur burr, se vetëm ai bën nga këto intriga, ai vdes bën nga këto gjëra. Moraliteti publik në këtë rast më erdhi ndërmend, është një O Arian, shprehje. do të ta them në motivin. Tiku vetëm Prit, mitë unë po. ditë gënjej. Se po jep A do lajmet. të ta them në motivin më qip. O Arian, Jepi. argumenti ka qenë ky. Jepi. Adriatik, një qeveri me bazë të gjërë, një qeveri me bazë të gjërë, që 84 votat të bëhen me votat e një partije të re që ka dalë me votuara nga të rejat, dhe në kuadrë të integrimit evropian të ketë moral politik dhe të ndërkombëtarët të bëhet një ofertë e mirë që nga Shqipëria, partia me madhe në vënd, nuk është aq egoiste sa ta mbajt gjithë pushetin për vete, po e ndan me partinë më të votuar nga të rinjt, dhe pavarësisht e kjo partia me votuar nga të rinjt ka marrë vetëm një mandat, po i takojnë 6 dhe në 7 nga numri votave, numri i ministrive që po i japim, dhe posti i zëvendëskrye ministrit, e balancon atë padrejtësi që i ka bërë sistemi elektoral. Kjo ka qenë oferta në vetë, të cilën unë e kam refuzuar, dhe për cilën jam shumë krenar dhe më shet balt pa punë, por e vërtet i drejti zhytet, por nuk mytet. Dhe e drejta ime dhe e këtyre djeme dhe vajzave fantastik do dalë dhe një ditë do vej hakat e i sot. Patjetër. Edhe unë e besoj këtë gjë. Me vonesë po do vej. Në lidhje me ofertat, Për ta mbyllur. me moralitetin jemi vonë, publik, realisht. më erdhi vetëm një aforizëm ndërmend. Nuk është pyetje për ti. Jo, nga njëherë në jetë është më mirë të jesh e veja një dëshmori se sa gruaja e një kodoshi. Çfarë perle thuaj edhe një herë? Më mirë në jetë, ndonjëherë,
është ngelesh e veja e një dëshmori, se sa të bësh gruaja e një kodoshi. Qarë perle je mafë Marsit. Unë them të mbyllim me, Qiko, të mbyllim me shprehjen e Marsiti ishte perle, e dëgjove besoj. Adriatik, të uroj gjithë mirat dhe shpresoj të dëgjojmë të martën. Çdo ditë, Arjan, çdo ditë në orën 5 mas dite, nesër, ditë e shtunë, pas nesër ditë e diel, jam këtu në orën 5 mas dite mblidhen qytetarët, uroj të vinë sa më shumë. Ka nevoj vëndi për reagim, ka nevoj. Në orën 5. Adriatik, vetëm se, Adriatik, një sekund, para se ti ikësh, vetëm se dua të të lajmëroj, ti e di gjanëm, se je edhe ti si të gjithë ne me Thorian në dorë dhe i shikon lajmet, edhe pse je atje, që sot drejtësia e re, së mos kjo specialja, morë një goditje, Bela kthehet në punë. Goditje për ju, se për shumë tjerë është kënaqësi e madhe, Arritje. është arritje e madhe, po për ju. Kjo është një arsye shumë e madhe që nesër, ditën e shtunë, në orën 5 mas dite, përpara kryeministrisë duhet jenë shumë njerëz. Kjo është një arsye shumë e fortë. Ja të shohim. Adriatik, të uroj shëndet dhe shpresoj të dëgjohemi të martën. Patjetër, gjithmonë. Mirupafshim. Ishe zjarret në Toronto që parë jo kuptua dhe jo. Janë hedhur sepse janë gëzuar shumë kanadezë që tani do vinë do hapet linja pra. Iran, Kanada, linja direkt. Pra përveç të Fieri, janë edhe në Toronto. Plaset fabula tjetër në ekran, Ledio.